Në takimin e dytë të Akademisë së Leadershipit që përmbat në qendrën rinore Arka, ishte e ftuar deputetja demokrate Jorida Tabaku mbi temën meritokracia kundër sistemit, si ndërtohet një karrierë pa kompromis në Shqipëri. Në fjalën e saj u tha se partitë nuk duhet të trajtohen si monopol, por vota duhet të jetë elementi që vendos për ecurinë e tyre. Në një moment që ne ndodhemi në Shqipëri unë shoh edhe një mungesë të madhe shprese. Shoh një mungesë shprese sepse ndoshta ajo gjithmonë merita vlerësohet. Shoh një mungesë shprese sepse një pjesë e madhe të rinjve në shumë dyer që kanë trokitur i kanë gjetur ato të mbyllura. Shoh një mungesë shprese sepse fatkeqësisht politika është kthyer në një faktor i cili përcakton të ardhmen e një triu, edhe nuk duhet të jetë kjo. Politika sigurisht duhet të jetë aty për të stimuluar, për të nxitur, po jo për të vendosur që dikush që ja vlen të mos ta vazhdoj rrugën e tij. Ndërsa në Selim Blu nuk kanë munguar debatet ditët e fundit lidhur me garën për kreun e ri të Partisë Demokratike, Tabaku një mesazh kishte për Ervin Saljanin, kushtoi se kërkesa drejtuar ndaj kolegut të saj ka qenë për ta bërë betejën brenda rrallëve të Partisë Demokratike, pasi debatet publike dhe ato në studio televizive nuk e kanë ndihmuar opozitën në gjithë këto vite. Partia Demokratike ka zgjedhje të brendshme. Edhe në momentin që ka zgjedhje të brendshme, sigurisht që ka dilema, ka debate, ka diskutime. Unë e kam ndjekur nga media, të them të drejtën, diskutimin e zotit Saljani dhe kërkesa ime për të, edhe kur e kam takuar, po edhe në media ka qenë hajde bëje betejën Partinë Demokratike. Boll ka vuajtur Partia Demokratike këto vite me një betejë që ka ndodhur nëpër studio televizive. Se në fund të ditës ne nuk duhet mendojmë se ku jam unë. Se me thënë të drejtën, për shembull, mund të më pyesja a ke ambicie ti, po ti më pyete për Saljanin mua. Nuk ka rëndësi ku jam unë nesër, as ku është Saljani, rëndësi ka ku do jetë Partia Demokratike dhe ku do jenë demokratët, çfarë do ofrojmë ne. Për mua ky debat duhet të ndodh brenda Partisë Demokratike, nuk duhet të ndodh jashtë. Fakti që ndodh jashtë për mua është shqetësues. Nuk e shoh ke Partia Socialiste këtë që të ndodhi jashtë, edhe s'ka ndodhur ndonjëherë jashtë. Është e shëndetshme që në një parti politike debatet të ndodhin aty brenda. Dhe sa herë që ka pasur mundësi dhe kur ka rastisur, këtë i kam thënë edhe Ervini, këtë i kam thënë dhe publikisht, kemi boll forume për të folur, hajde bëje debatin aty, debati studiove, ne nuk na ndihmojnë 3 vitet e shkuara. Nuk na ndihmoi. Dhe gabimin që kanë bërë 3 vitet e shkuara s'kan për ta bërë sot. Nuk kam për të dhënë mendime që do jap në forumet e partisë. Unë nuk di që të ketë një vendim të kryesisë për t'i mbyllur dyert. Le t'i lëm kohë institucioneve, le t'i lëm kohë forumeve të partisë që të marrin vendimet, le t'i lëm kohë debatit të brendshëm që të marrin vendimin e duhur. Unë mendimin tim e kam thënë dhe e përsëris edhe një herë këtu. Partia Demokratike nuk e ka luksin të humbi askënd. Ne duhet jemi më shumë se ç'jemi, ne duhet shtohemi, ne duhet zgjerohemi, ne duhet ja shtrim dorën kujtdo. Dhe nuk më pëlqen që ky debat i brendshëm po ndodh nëpër studio televizive. Lidhur me zgjedhjet e fundit parlamentare, ku ishte pjesë e kandidaturave të listës së hapur, Jorida Tabaku rrëfeu se ka menduar edhe tërheqjen nga kjo garë, duke cilësuar të papërshtatshme këtë mënyrë votimi.